Pasi treguan sukses në kursin Akademia Kosovare për Menaxhim, organizuar nga Kolegji Universitar Universum në Gjakov, sot u bën ndarja bursave për 100 maturantë të Gjakovës. Këto bursa mbulojnë shpenzimet e studimeve për 3 vjet të shkollimit bachelor. Kjo shpërndarje e bursave vjen si rrjedhojë ose pason pas projektit të implementuar Kosova Academy of Management, ku maturantët e komunës së Gjakovës kanë ndjekur trajnime për orientim në karrierë, ku janë certifikuar për modulet specifike si për shitje, për marketing, për business management, për shkenca politike e tjera. Ndërkaq Visar Kastrati, shefi i administratës në Universum, tha se ky kolegj po shënon rritje të numrit të studentëve. Kolegji Universum ka me vërtet një ofertë shumë të mirë, sa i përket aspektit financiar, po ashtu edhe mundësinë tjetër sa i përket marrjes së ligjërata dhe marrjes së një mësimi shumë cilësor, i cili mësim garanton ndoshta edhe punësimin, po sidoqoftë të paktën nëse Kolegji Universum, për gjithë ata që studiojnë te na, jemi të angazhuar fuqishëm që ata të sigurojnë internship, po ashtu ta kenë një karrierë të suksesshme. E ata që fituan bursa studimi u shprehen të kënaqur për këtë mundësi. Përndryshe vitin e ri akademik 2014-2015 në këtë kolegj pritet akreditimi i disa drejtimeve të reja.